Selam aleikum. Aleikum selam, miserdhet. Përshëndetja është e zakonshme, ama jo edhe vakti për mysafir. Hoxh Ernest Goga është një koqir i një syfyri special. Ka herë, në Ramazan, vizitat dhe mbledhit si kjo bëhen për iftar. Krejt po shkojnë dikum për iftar, na vendosëm ma orë për syfyr. Allahu jeft mirat e gjinjasit ahiretit, na keni nderu kur e një orë, edhe kjo vizit e juja e shton dashurin ndër vllazërore, se vizita kur të bëhet për hir të Zotit, më thonë ajo është edhe në razit Zotit. Nderimin për gazetarët mysafir që morën rrugën nga Prishtina për në Pej, imami kujdeset të mos e lëvesh me fjalë. Shemë, ana hoxhallar di me shërbyka pak, nuk është që s'na shkon për dorë. Ca këshilla islame për të pranishmit zbëjnë zarar. Atyre u flitet për një ngjarje dhe një shpërblim që është i madh, i cili lidhet me rrugën 85 kilometrëshe që bën. Po do një të regu një hadith pejgamberi s.a.s. që është përmend për vlerën e vizitës që bëhet për hir të Zotit kur i bën vëllezërit, kur ja bëjnë njëri tjetrit. Është përmend hadith pejgamberi s.a.s. se një njeri është nis me shku me vizitu një vëllat vetin, edhe në mes të rrugës Allah subhanahu wa taala ka dërguar një melek në formën e njeriut. Edhe ju e dini pi veçorive të melekëve që ato mundën mu personifikun formën e njeriut. Edhe ka pyet, ka thonë, për ka jeni ku e të shku? Ka thonë, jam të shku me vizitu një vëllat temin. Ka thonë, a ki ndoni një met që ai ta ka dhuru, apo ai e ka një nimet tonë, do thotë keni diçka të përbashkët? Ka thonë, jo, vallai, ka thonë, vetë se e du për hir të Zotit e du, edhe për këtë jam të shku, thotë, me vizitu. Atëre i thotë, unë jam një melek prej melajkeve që Allahum ka dërgu me të regu se pasi që ti e dënë vllaun tënë për hir të Zotit edhe ty dënë Allah subhanahu wa taala. Biseda për vlerat dhe temat e tjera rreth Ramazanit zgjat, por jo edhe për shumë kohë. Hoxha njofton se ka ardhur momenti për të ngrënë. Hajde vllazi mbyrëm, hajde mbyrëm. Ati i kërkohen ndonjë porosi fetare për syfyrin, pasi përballë në një kënd të sofrës shihet një lutje për vaktin tjetër të agjëruesit. Hoxhën pesho për bollme e lutjen për hapjen e iftarit. A kemi ndaj hadith për vlerën e syfyrit diçka? Pejgamberi s.a.s. thotë, ngrënia e syfyrit është ngrënie e begatshme. Mos e lëni ato të qoftë edhe me një gotë ujë duke e pi ndokush pe juve. Muhabeti në tavolinë nuk vazhdon më. Arabët kanë një fjalë thonë, kur vjen ushqimi mbarojnë fjalët. Kështu që hajde vyrëm. Ushqimi u konsumua, por ka mbetur edhe disa minuta kur lejohet heja ose pija. Vllazniu në kafet pi qes pa sheqer. Se kam në një farë metodë të temen që e pi kafen, në e pi me hurma. Me në sheqer t'i përdorim hurmat, kështu që besoj që kam ju pëlqy. Uratat për receptin nuk mungojnë. Shumë e mirë ka hoxh, s'po vrej ka një më shumë ëmbël. Ta më plumshin dur hoxh. Na s'ke vë kafë shumë mira. Dhe kjo metoda ka shumë special. Kështu, syfyrit, në banesën e hoxhës ju vu kapak. Megjithatë, me të, edhe një rrugë tjetër do të bëhet bashk. Në xhanmin e Kurshunlis, jo shumë larg, si çdo natë tjetër, do të falet sabahu. Fitimi i atyre që nuk e lëshojnë këtë vakt është kulmor. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashiril masha'in bidhulm, përgëzoj ata të cilët hecin në errësirën e natës me dritë plotë në ditën e Kiametit. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka namazi sabahut. Para se të udhëheq namazlit në adhurimin e mëngjesit, Goga këtë natë do të kryej edhe një detyrë tjetër. Me që koha e zanit është afër, ai shpejt e shpejt bëhet gati. As-salatu khairun minan nawm. Safat janë mbushur. Pas 2 rekateve sunet, nisin ato farz. Me të përfunduar sabahun, xhamatlinë largohen një nga një. I fundi që del nga xhamia është Hoxha Ernest, bashkë me 2 mysafirët. Dejen disa orëshe e betisin, ashtu siç e nisën. Selam aleikum. Aleikum selam, Allah ju shpërbleft, Allah ju nderoft. Selam aleikum. Aleikum selam, Zoti ju nderoft. Qofshit faqe bardhë, Allah ju rujt, Allah ju shpërbleft. Shënjestër.net